Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Siç po e shikoni dhe nga vetë ambienti, nuk kemi në ambientin e studios tonë në Stuttgart, por kemi ardhur këtu në Londër për të parë pulsin e jetës së marrëdhëntarëve tanë. Kjo koincidoi bukur me një mbrëmje me të vërtet të ngrohtë familjare ku prezantua tradita, mikpritja e trevës së Librazhdit. Ishte një organizim i titulluar Sofra e Librazhdit. Kemi këtu dy organizatorët, por fillimisht do të prezantoj Juliana Shallën. Mirë se vini. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që gjetët kohën të vini këtu. Ne koincidencë shumë e bukur në fakt kur më thatë ditë që do vim këtu dhe jemi shumë mirënjohës që ishit atë natë prezent në atë event të bukur. Jemi akoma me ato emocionet dhe përjetimet e kësaj mbrëmje të bukur, po ju vetë keni pushuar, e keni marrë veten, vazhdoni akoma të trashëgoni ato emocionet e asaj mbrëmje? Ishin të bukura dhe do vazhdojnë në fakt ata emocione, sepse ishte gjë shumë e rrallë e bukur të bëjmë, pothuajse zonën tonë nga çdo fshatra apo qytet që është rreth e Librazhdit, pra vinin atë natë me shumë mall kënaqësi që fundi apo bëhemi bashkë. Është shumë vështirë të bësh bashkë shqiptarët, por sidomos të një qyteti, por ne ja dolëm me sukses dhe jemi shumë mirënjohës kujdo që erdhët na, si fëmijë, si të moshuar, si të ri. Dhe ishte një sukses, do thoja, sepse ditët e fundit po kisha qiksi këtë se i lanë për në fund biletat edhe mendum se do ishin me shumë edhe kur e pam që ishte plot edhe s'kishte vende ma, dy veta më thanë u kthy me dy grupe çunash, pra ishin nga Librazhdi dhe merri si keq se dojnë shumë të ishin aty natë prezent. Kjo bëhet për herë të parë, apo është bërë edhe më përpara? Për Librazhdin asnjëherë është hera e parë, edhe ishte gjë shumë e rrallë e bukur dhe unë kur ka marrë, domethënë fillimisht ka qenë kështu se unë merrem me këto evente për vitesh, por kur ma prezantoj që më tha Mikesha im Brantela që tha du që ta bëj këtë sofrën e Librazhdit me ty se jemi të dyja nga Librazhdi, unë ndiva shumë emocionuar dhe shumë e lumtur që thash wow, të dyja me qëllim sepse unë i kam përzemërsisht të promovoj kulturën shqiptare. Dhe kur ajo më ofru që do ta bëj bashkë me ty se i ka veshjet e gjera, thash unë pse jo, aq më mirë dy veta dhe ta bëjnë diçka më të bukur është akoma më i bukur realizimi. Më bëri përshtypje kostumografia tradicionale e trevës së Librazhdit, ku pothuajse të gjithë pjesëmarrësit kishin diçka nga veshja e zonës. Dikush një lek, dikush komplet. Si e koordinuat, si organizuat që ata të jenë jo vetëm spektator, por edhe protagonist në të njëjtën kohë me veshjet e tyre? Po, për këtë pjesë do flas më shumë Mentela se është fusha e saj, po me çfarë vura re, kjo ishte qëllimi i saj, prandaj kishte edhe këtë dëshirën e madhe që nga networku që ka mund të kemi sa më shumë bëjmë diçka të bukur, ta suportojnë në këtë aspekt, edhe nga ana e saj nga veshjet që ajo i ka gjitha dhe zonat, pothuajse, po ishte më e fokusuar ke kjo veshjeve të Librazhdit, pra tradita dhe ajo nuk mund të vishte vetëm valltarët, po donte edhe gjithë protagonistët kush ishin atë natë në skenë, të veshin një lek, një detaj, një qeleshe ose kostume dhe ishin tipike të Librazhdit, pra dojnë ajo është tradita e Librazhdit. Në që ishte hera e parë, kishit vështirësi në organizim në krijimin e atij publiku kryesisht nga Librazhdi, ishin të gjitha apo jo? Po, rreth 90% ishin Librazhdit, shumë pak ishin nga rreth e tjerë. Si e pritën atë këtë ngjarje, këtë event? Gjë re, se normale kur është diçka e re, si, çfarë do bëhet? Gjithçka kështu domethënë, por kishin qef, po nuk dini çfarë i priste dhe unë ishin njerëz të shpjegoja, thoja, do jetë muzikë live, këngëtarët i kemi marrë nga Shqipëria, shumica këtu, kemi disa nga të artistë diasporës që për na edhe unë kam qef të promovojmë sa më shumë të artistë, japim një dorë. Janë talente, siç shpejt natë një show pa parë, ata janë këtu. Pse mos ti prograjmë të artistë dhe këtë ka qenë qëllimi i saj me investimin që thoya për artistët diasporës që ta krijoj këtë gjë që ti prograjmë ato artistë. Edhe nuk është e thënë ti marrim gjithmonë nga Shqipëria, i duam, po është shumë e vështirë, investimi i madh dhe nuk i përballojmë të gjitha. Të krijohet kjo hapësira këtyre që ne kemi talente këtu, s'kemi pse ti. Dhe konsideroj se kjo është edhe diferenca sepse spektatori në këto evente kryesisht vjen për të ndjekur programin artistik, si sa për të ngrënë një darkë. Po, pikërisht, ja. Po e veçanta e sofrës së Librazhdit ishte se spektatorët nuk erdhin për artistët, domethënë për erdhën pikërisht ishte kjo kauza, domethënë që të vinë për sofrën e Librazhdit. Të plotsoi kjo si një vajzë nga Librazhdi, si një mëngimtare nga Librazhdi në misionin tënd, si u ndjen më pas? Patjetër, se edhe familja ime, mami, babi, po pyesin për ditë, çfarë do veshësh sot atë ke festa? Çfarë do veshë çuni, çfarë do veshë burri? Pra kishin një shef kështu dhe jam shumë falënderuese Antelës që na e plotsoi gjithëve. Peti kush do ishte aty i veshën veshjet kombëtare dhe
ishte kënaqësi dhe unë mezi po prisja ta visha atë sepse thash unë kam 8 vite me këto, po nuk I kisha vesh asnjëherë ta veshjet e libra, myte si peng. Kam vesh çdo lloj veshje, s'kishe këtu në fakt. Edhe kur erdhe në tel atëherë që më tha kështu, tha do veshësh veshjen e librazhit, unë isha shumë krenare, mezi e prisja vjet kur bëm atë eventet. Edhe këtu patjetër ndihesh sikur, nuk e di, ndihesh sikur je në shtëpi tënde me rregullat, me traditat tuaja dhe ndihesh shumë krenare. Mirë, me Entelet a patët ndonjë përplasje në konceptin e menys, sepse menyja ishte me të vërtetë e pasur, ishte e begat do thoja dhe me shumë shije. Patjetër se ishin vënë edhe elementet të treves të zonës apo jo. Pikërisht, tradita vazhdojnë, nuk është vetëm veshja tradit, ne kemi gjitha me mirëpritjen, me ushqimin, me gatimet tradicionale siç I bëm gjitha, unë kam bërë pyrekë, tjetra ka bërë shullin me ara, fasule, pra çdo gjë tipike shqiptare, tradicionale nga zona Librazhit. Pra nuk është se kishin vetëm këto, që dojmë sa më shumë të ishte pjata plot, se kjo është qëllimi, do vinë aty, nuk është se është për ngrënë si shtej, por më shumë ajo atmosferë që është traditë, do rruj tradita. Prandaj është qëllimi I asaj sofre që të nxjerrim pa çdo traditor. Besoj se nuk është vetëm qëllimi I arktimit apo I nostalgjisë, I mallit, të shohni mallin me njëri tjetrin, por është edhe një nga qëllimet kryesore, ti themi jo asimilimit. Traditat janë lindura nga familja ku je rritur edhe trashëgojnë ke fëmijët tonë. Unë e shoh edhe ke djalë im që ka me shumë qef kur shoh ato veshjet, do ikim ke festa shqiptare, ka shumë sikur I shkëlqejnë syt. Edhe unë këtu kur e sollat natë kisha shumë qef vitën skenë edhe vet. Pra sikur ndjehe sikur ishte në Shqipëri me njerëzit e tij të afër, me familjarët e mi. Pra ku diun, edhe ne u shumë ndjeva, u s'kisha asnjëri për fat keq, u ndjeva çik si kështu që s'kam asi këtu. Natyrisht e kuptoj se janë emocionet e një mërgjimtares, por si mendon, t'ja dërgojmë këto emocione edhe teleshikuesve tanë me atmosferën që ishte, t'i shikojmë së bashku. Përshëndetje Miraka, shumë faleminderit dhe jemi kaq mirënjohëse të jemi mes jush. Na ka nderuar në mënyrë të veçantë me ardhjen e tij nga mijëra kilometra larg, kryetari I Bashkisë së Librazhit. Dhe për të gjithë ju që keni mundësi të vini të investoni në rishin e paketës së marrë dhe do të keni mbështetjen e bashkisë. Kemi zotin e nderuar që na vjen nga Stuttgarti, është zoti Rifat Afiu që do doja të flasim dy fjalë për këtë. Është kënaqësi e posaçme që sonte në kuadër të 2 televizioneve që përfaqësoj, të realizoj të kronikë televizive dhe ta transmetoj për publikun e Kosovës, nga Prishtina, Stuttgarti dhe nga gjithë bota. Edhe një herë faleminderit. Vazhdojmë bisedën me Julianën. Juliana ishi në momente me të vërtet bukura, po tani kalojmë pak, kthehemi në origjinën tënde, Librazhdin, që sa vite je këtu në Londër? Unë jam rreth 10 vite. Okej. Edhe origjina më është Mirak, në fshati Mirak, po ishte rrethit Librazhit, pra. Okej. Edhe këto janë, domethënë, vendinja ime ku jemi rritur. Procesi I integrimit këtu ishte I vështirë, fillimi si ishte, na trego pak për historinë tënde. Sigurisht se kushdo që do shkon në vend huaj I kanë gjithë këto vështirësitë, nuk është se I kanë fush me lule, kushdo do ketë vështirësitë e tyre. Dhe unë I kam pas, s'kam pas askënd këtu, si thash, edhe çdo gjë fillosh nga aja, nga zero, edhe për mua jetë gjë ka qenë. Për fat mirë unë isha sepse
kam pas studiuar për anglisht, edhe më suportoj kjo pjesa që të paktën e dija gjuhën, di ku trokas, ku të shkoj, çfarë të bëj, ku të pyes. Të gjuha një nga elementet kryesore normale. Integrimet. Se unë shoh shumë sa vjet për ditë zyra që vinë lloj nga Shqipëria, lloj problemesh kanë gjithatë arsim, po s'kan gjuhën. Pra sapo kisha atë sot, kishe laborante, po në 18 vite në Shqipëri si laborante, vjen këtu tani që do asnjë gjë nuk i jep mundësi sepse nuk di gjuhën angleze. Pra do punoj tani punë tjera prej gjuhës angleze që s'e di. Pra ku vin tek ti që ta kuptoni edhe shikuesit, ne do t'japim informacione edhe për aktivitetin tënd profesional që je aktualisht. Drejtoni një nga zyrat apo jo? Po. Është J Education and Work Services, pra është një tip agjencie ku merremi me gjithë studentët që janë në shkollë, universitete, i regjistrojmë dhe pastaj krijojmë mundësi punësimesh me kompaninë që ne bashkëpunojmë. Si erdhët deri te kjo sipërmarrje, do thoja? Nga këto vështirësi që sapo përmendja që kur erdha në fillim nuk kisha asnjë lloj suporti. Çdo kush thonte që nuk hyn fare shkollat shqiptare në punë, kot si keni bër, filloni të punoni kamariera, kuzhiniera, e punë të rëndomta, nuk punash nder ku i thon, do punosh çdo gjë që do të po nga kjo që kur prindit e mi kanë investuar, kanë sakrifikuar për neve dhe të shohin fëmijën që ikun në vend të huaj të punojnë kamarierë, sikur të vret edhe ne se ashtu do të ndërgjegja jon. Edhe të bën që ti të çohesh, marrësh fuqitë edhe të bësh ato fillimisht krenar prindërit. Çfarë bën konkretisht agjencia juaj? Pikërisht to, pra suporton të gjithë të rinjtë shqiptarë që vinë ose do të vinë nga Shqipëria ose Kosova, nga do, që duan të vinë këtu dhe të qenë këtu, që duan vazhdojnë të shkojnë studentë në universitete, kolegje, pra merr me gjithë procedurat e asistoni në leximin e procedurave të tyre. Po. Ka shumë që nuk është se ja dinë, domethënë edhe ikin në universitete tjera që se kanë ato kriteret që i plotson ky, pra secili do ka kriteret e veta çdo universitet, pra nuk janë gjithë 100% i lloj, janë ndryshëm. Dikush që ka background, domethënë çka minimal, do shkojnë në ato universitete, nuk e çdo do të Cambridge ose Oxfordi, se kush ka ato backgroundet e tij dhe nivelet e tyre të akademike. Pra, në një farë mënyrë jeni kthyer në një emër i njohur për komunitetin këtu dhe për të gjithë ata të cilët e shohin Anglinë apo Britaninë në përgjithësi, domethënë si një destinacion i perspektivës së tyre. Përveç kësaj, Julianën nuk e shohim të rrimbyllur në zyrën e saj me telefonatat, në koordinimin e palëve, por e shohim edhe në terren me fëmijët, në organizimet ndërvite që keni patur, në organizimin e eventeve të ndryshme, deri në takimin me mbretin anglez. Po. Dhe aty do thoja ishte edhe një kënaqësi për të gjithë komunitetin shqiptar, jo vetëm të këtu të Britanisë, por edhe për neve komplet në diasporën, që komuniteti shqiptar i Anglisë mirëpritet, qoftë nga strukturat më të larta të këtij vendi. Ju çfarë përjetuat, çfarë mund të veçoni për shikuesit nga i takim? Është diçka e rrallë, në fakt se vetëm to, domethënë se janë ambasadorë Shqipërisë ose këto që janë në këto nivele institucionesh mundet, po nuk thjesht isha i person i thjesht në punën time çfarë bëj, po jam surprizuar kur në fakt ka qenë nga punë ndër vite, ato i shohin shumë të komunës, çfarë ka bërë filan person. I kanë çdo gjë dokumentuar në institucionet. Po. Atë periudhë ka pas hyrë një tjetër kryetar komune dhe Sharon, e cila falenderoj shmasë se ajo na ka hapur shumë mundësi të mira për këtë gjëra. Ajo thjesht kishte parë që kur kisha dërguar ftesën për pavarësinë e Shqipërisë që do organizoja, se patëm bëj aplikim dhe u aprovua që me sukses edhe i bëra ftesë që të vinin dhe pjesëtar nga komuna. E kishte pranuar me kënaqësi dhe kishte parë për mua, kam bërë shumë evente atje fakt për promovu kulturën shqiptare, kam dëshirë. Edhe ka parë të ndërkohë dhe kishte thënë që do shkoj atje, ma konfirmoj, erdhi atje dhe u çudit. S'kishte parë kur tha ajo, tha skampani erdha çfarë energji e pasin në shqiptarë, aty rinvallen me ne, u vesh me veshjet kombëtare, u kënaq me ushqimet tradicionale prapë që provoj, kishte marrë një zoj që bënte ushqime tradicionale, por tamam tipike traditat tona. Edhe nga i moment ishte surprizuar, edhe mas 2 ditësh unë pata prej bilete për t'i Shqipërinë, edhe jetor ka qenë. Marrë ftesë nga Sharon që do ishte e përzgjedhur në Komunitetin Shqiptar që do takosh mbretin, do të marrësh 2-3 profesues çaketi. Unë isha e vërtet, se shikoja kështu tash nuk duket e vërtet, isha shumë e surprizuar.
emocionuar, e hutuar, se s'ndodh. Edhe kam fjalën, ishte një ndër moment më të bukura kjo kur shikoni një ftesë të tillë. Edhe në këtë rast, a konsideroni se ky fakt faktikisht të tregon apo dëshmon edhe vëmendjen tashmë më ndryshe nga një kënd ndryshme të vendasve, të anglezëve ndaj shqiptarëve, duke i llogaritur jo vetëm si fuqi punëtore, por edhe si burime njerëzore në sfera të ndryshme, qoftë intelektuale, qoftë artistike, qoftë organizative. Sigurisht, edhe kjo është ajo qëllimi im. Gjithmonë këtë kam pas qëllim se kur shoh këto gjërat vetëm negative për Shqipërinë, për shqiptarët, më vret se nuk janë gjithë ashtu fundja. Edhe unë bëj çmosje të nxjerrim pa që kemi vlera, kemi akademik, institucione të larta që punojnë shqiptarët. Sorry. Edhe kjo më bën më shtynte më shumë që promovoj kulturën shqiptare, se gjithmonë kudo në çdo vend është kultura që i bën njerëzit bashkë, kanë qejf shohin, edhe unë doja që ta nis nga kultura, se s'mund të marr ca akademik të çojë tash është e vështirë. Me atë të kulturës bëhen bashkë, kanë dëshirë të shohin, edhe aty tregojmë dhe çfarë elementesh kemi shqiptar, siç kudo, domethënë përveç se janë këngëtar, kanë dhe i profesion dytë ose tretë. Pra, ka shumë të arrirë këtu në Angli që nuk e dinë, edhe unë duhet që ku t'i nxjerrim pas se shiko çfarë njerëzish kemi me vlerë. Kam bërë shumë evente edhe për profesionistët shqiptar këtu në Angli me studentët. Edhe lloj fushë, kishim tavolina me avokat, tavolina me accountant, tavolina me mësues, tavolina me to që merren me NHS-in, pra doktor, infermier. Edhe kur shikoj sallën plot me lloj profesionesh, gjithë në një tavolinë të njëjtit profesion, sa kanë arritur, thoya, edhe pse duhet dalë gjithmonë emri on keq kur kemi gjithë të vlera. Por ne kam qenë se gjithmonë për organizime të tilla të nxjerrim pas që shikoj çfarë janë shqiptarët, nuk ka vetëm atë fjalët që thonë negative për shqiptarët. Cili do të jetë organizimi i radhës? Çfarë ke plane? Ne kemi shumë, se na vjen çdo ditë më shumë vjen. Kemi tash prapë një bashkëpunim me komunën, po edhe një tjetër që kemi për promovu turizmin në Shqipëri, se kemi tashmë me datë 21 maj. Do ketë turizmi i Shqipërisë, po do ketë edhe kështu veshjet kombëtare, vadhe, këngë, se duhet shohim tipike. Edhe ajo është kompania angleze, më tha që na duhet edhe rakia, ma patjetër, tha, mos harroni të vini gotë edhe rakisë me mua, se kishte kështu pikë dobët Shqipërinë. Kemi edhe tjera që është prapë është një projekt me një tjetër organizatë angleze, se unë më shumë bashkëpunoj me të anglisë, se kanë shumë dëshirë të shohin traditat, edhe ka për gjithë vitin ka 6 projekte, do jetë të ndryshme, kemi garden party quhet, do jemi gjithë komitetet dalin, do bëjmë fest jashtë në natyrë. Kemi lloj-lloj, domethënë kemi networking të ndryshme. Janë plot, domethënë, por i kemi gjatë gjithë vitit, do jenë të ndara. Njërë në 3 muaj një fest, njërë në 3 muaj kështu gradualisht. Bravo, ju përgëzoj për gjithë këto aktivitete, duke ju dëshiruar suksese, sepse tashma ju keni krijuar edhe radhën tuaja, domethënë të njerëzve të cilët besojnë në organizimet tuaja. Faleminderit. Kështu që ishte kënaqësi që ju kishim në Origjina Show. Kënaqësia ime, faleminderit.
Dhe ja pas hapësirës publicitare të dashur teleshikues, rikthehemi përsëri në bisedën tonë tashmë me një personazh të spikatur e cila me aktivitetin e saj në fushën e kostumografisë po mban gjatë, do thojë, dhe po sjell traditën shqiptare këtu në mes të Londrës. Është Entela Terziu. Përshëndetje dhe mirë se vini në Origina Show. Faleminderit për ftesën tuaj. Është kënaqësi që t'ju kemi. Ishit në një rol të një koqires, të organizatorës, ku ishit mjaft aktive, duke mirëpritur palë, njerëz e kështu me radhë. Jeni akoma me impresionet e kësaj mbrëmje, ti e inventi? Paka shumë. Si kaluat? Ishte një mbrëmje fantastike, në mes bashkëdhetarëve tanë, sidomos patriotët tonë nga Librashti. Kishte shumë emocione, kishte shumë gjëra të papritura, por ja dole mbar, unë edhe Juliana. Shumë bukur. Si erdhi deri te bashkëpunimi me Julianën? Atëherë unë Julianën e kam njohur nëpërmjet Facebookut. Po. Nuk dija që ishte nga Miraka, kush ishte këtë andej. Po veprimtarinë e saj. Po, unë doja një vizë për vllajën tim, cila vllajën e mat në Londër. Edhe shkoj drejtohem zyrës Julianës, se si mund të veprojmë të sill vllajën këtu. Edhe Juliana më tha që duhet një kontratë pune, diçka, një sponsor, diçka. Dhe në muhabet e sipër Juliana më thotë çfarë pune bën Entela. Ndonjë them që Juliana, unë jam duke bërë veshje popullore në shtëpi. Okej. Edhe dua që dikur të promovojmë vendindjen tonë. Edhe kam nisë nga Librashti, nga vendindja jonë. Juliana shpreh që wow, sa dëshirë kam, si kam veshur asnjëherë. Ta unë do kisha shumë kënaqësi të visha ato veshje. Kur të vinë dita, i kam thënë, do i veshim bashkë. Në zyrën e Julianës. Shumë bukur. Në një moment unë ikë në Shqipëri me familjen time për pushime. Dhe shikoj Juliana kishte vënë aty që në Watam Soul do promovohen traditat, komuniteti, ku gjithsecili promovon traditat. Edhe një shkruaj Juliana, si të kam, a je mirë zemër, më mban mend jam Entela që kam qenë në zyrën tënde. Po Entela tha, si je, si kalon. Por shikoj tashun që është kjo gjë tashun këtë ditë. Po Entela tha, ku ndodhesh unë jam në Shqipëri? Wow, sa ti ishe këtu, tha se me 15 diçka shtator ka qenë. Thash Juliana, unë kam mbyll 4 ditë për të ikën Ksamil me familjen. Atë ditë po unë do e lë Ksamilin dhe do vinë në Londër. Me të vërtetë tot kjo? Po i them unë. Prandaj i them, njofto të gjithë bashkëdhetarët tanë, si ti dhe unë ku njoh, dhe ti ku nje, na bashkojnë atë ditë, veshjet janë nga unë free. Do e bëj për vendindjen tonë që ne, komuniteti shqiptar, të vishet me traditë, t'ju tregojmë që ne kemi shumë më shumë për të treguar. Bravo, të që vim nga Ilirianët. Ne jemi racë Ilirian, raca e parë, dhe raca e pastër, dhe raca punëtore. Çfarë emocioni ndjeve kur puna juaj i patë që e zbukuruat me ngjyrat, me traditën? Atë besohet që kur kam marrë në Londër, kisha këto, po thoja më mungon një element. Dhe kam shkuar tek një restorant Sofra. Këto janë nga Hasi. Pa ta parë një sofër var aty. Edhe ju them, përshëndetje, kam qëlimin, kam vesh, kam gjitha, po më mungon sofra, dhe pas sofrës se si nuk më bën klik. Zotëria lokale më ofron dhuratë, thotë. Këtë sofër ta marrësh dhuratën tëla, thotë, e ke nga lokali, thotë. Përndërsa ti do që të promovosh traditat e vendindjes tonë, thotë, e ke dhuratë nga lokali jonë të sofër. Dhe kam dhe sot në shtëpia të voglën. Dhe shumë bukur ishte sofra, ishte e mbushur plot për plot, shikuesit po e shikojnë ndërkohë. Por më shkonte lënë nga goja se nuk provova atë tavën. Jo, kjo është sofra e madhe. Unë po them për sofrën e vogël që ne shtuam në Watam Stow. Në Watam Stow i them Julianës, Juliana, sa veta keti kaq? Kam dhënë kaq, se kam shku me burrin, me gocat, me 2 dhëndrat, vetë shoqëria e Julianës mblodhëm goxha. Kur kemi dalë aty gjithë komunitetet e tjera, jo i binin ato kinezët në ato kështu, tjetër dy kurse, por kur kanë bërë shqiptarët që unë Juliana të dyja me qëllimin përpara. Dhe 2 tjerë vunë sofrën ke qëllimi, 2 tjerë mbrapa diçka tjetër, fillon morën vallën gjithçka, janë ngritë gjithë Watam Stow kam. Sa bukur. Gjithë Watam Stow kam që brenda javës pastaj na dhanë dhe një event tjetër, ju lutem tani ke komunë tjetër. Vjen nga kjo javë tjetër bën përsëri event. Po doli. Pastaj na erdhi ftesat e ke mbreti, sepse gjithë aty pan, wow, kishte ndodh. Kishin bërë më përpara evente shumë të mira dhe Juliana ka kaq vite, sepse nuk mund të bashkohesh me një person nga zero nga shumë. Unë pash kush ishte Juliana, që ju ofrova Juliana në të dyja, jemi si ajo shqipone që ka 2 krenat, një kren unë, një kren ti. A bashkojmë bashk? Po sa Juliana tha, më mirë që jemi nga një vend tha. Sepse është një rastësi që duhet thënë që unë jam vajzë nga Çermenika, nga Funarsi, jam bie Destan Balliut. Dhe jam martuar në Mirak. Juliana është vajzë nga Miraka, ku është bashkëshorti tim, dhe martuar në vendindjen time, afër vendindjes time. Po thjesht na lidhet edhe kjo. Edhe thash Juliana, një person na thyet gjithkush, po së bashku nuk na thyet askush. Bashkojmë forcat dhe bëjmë diçka të bukur për vendindjen tonë. Kur na thyen çdo kush, keni patur
vështirësi, barriera, pengesa, Jo, për të bojkotuar apo? Jo, unë kam pas të gjë jam gëzuar shumë se shumë bashk adetar na janë ofruar për shembull që wow, do vi dhe unë. Si funksionon, çfarë mund të bëjnë ne? Edhe me fresta tani. Po, tani për sofrën e librazhit, ai diti që ne atë sofrën nuk gatova vetëm unë. Gatova unë, gatoi vajza ime Francesca, gatoi Juliana, gatoi Ina Peja që është dhe këngëtare, që erdhi dhe këngëtare, tha çfarë thu, tha sofrën e librazhit, unë do vi, tha do bëj qullin me arra, tha, bëri dhe atë ilakrorin e ministrit. Kush janë qullin? Gjithë së bashku, gjithë nga i luk. Bukur shumë. Me të vërtet kuzhina ishte shumë e mirë, sepse ajo është tradita e librazhit, edhe komplet zonave të librazhit, ku miku mirë pritet me qulmarra, me fasulen vorbe që kishim me pastërma. Ajo që më bërin përshtypje ishte energjia pozitive tek të gjithë pjesëmarrësit. Dhe pyetja ime është kjo, këta njerëz njiheshin më përpara që erdhën aty apo kishte edhe njerëz spanjor me njëri tjetrin, po ishin në atë mbrëmje të gjithë po si një familje, si një dasëm. Me të drejtën, babai më sa Intila tha ti keni diçka, tha kur bëre dasmën e vajzës sa në shtëpi, 250 vete vërtet i patë, tha po ti tha ishin gjithë familjar, këtu tha nuk i njeh. Babi thash, nuk kam nevojë ti njoh sepse janë nga librazhdi. Dhe të gjithë ato persona që ti ke para ty janë ofruar që si mund të bëjnë edhe ne diçka të them diçka, sepse promovimi i traditave të librazhit nuk është visht thjesht të kërcesh, tash bukë të tikësh. Por që secili nga ata bëri pjesën e tij të promovonte nuk kishin nevojë as për prova, sepse nuk ke prova kur ti e di se çfarë traditash ke. Sa bukur. Në librazh ne të presim ke dera dhe të presim tek dera. Ne në librazh nuk shikojmë se çfarë ka tavolina, po se çfarë është njeriu, si kemi një shprehje. O mik, nuk dua petulla, dua vetulla. Edhe aty kishin të gjithë vetullat. Ishin të gjithë njerëzit dhe i falenderoj pa mas të gjithë, se gjithë secili prej tyre u bë sebeb që të bëhet kjo gjë e mrekullueshme. Po, nuk ishin vetëm mërgjimtarët, kishte edhe mysafir special të ardhur enkas nga Shqipëria. Po, kryetari i bashkisë, zoti Marglen Disha, Silvana Braçe, ishte Isti Hoxha, kishim shumë. Caush Kollafi, shkrimtar gazetar Miqali San Çemenikës, Berhar Elmeta, kryetari i shoqatës Çemenikës, që ai ka bërë një punë të mrekullueshme në Çemenik. Unë kur e kam parë, e kam admiruar dhe e kam te kushendi, pa e di që e kam kushendi, e kam ftuar vetëm pse ai promovonte traditat e librazhit, me veshjet kostume të koreografinë gjithë të librazhit, dhe thash pse jo, ne po bëjmë sofrën e librazhit ku gjithsecili prej nesh të jap atë çka mundet me dhënë. Dhe kjo ishte një diçka, dikush bëri valle dyshe. Po, saktë. Dikush shtroi sofrën, dikush mori meçen, mushte ujin, dikush mushte rakin. Fjalë gjithsecili aty ishte me fjalë jepte vetveten e vet, nuk kishin nevojë për prova fare. Në funksion një lumt. Atëherë do të ndjekemi intervistën që realizuam bashkë me kryetarin? Patjetër që po. Dhe pastaj rikthehemi përsëri në bisedën tonë. Ta ndjekim. Është kënaqësi për mua që ndodhem sonte këtu në këtë darkë kaq të bukur që organizohet për herë të parë në Londër sofra e librazhit. Vërtet qytetarët e librazhit janë larg, por ato e kanë mbajtur gjallë me shumë dashuri vendimin e tyre librazhit dhe me dinjitet. Bashkia e Librazhit sot ka 2 gëzime. Gëzimi i parë është që ngjisim ekipin e Sopotit në kategorinë e parë, ku për herë të pas 15 vitesh është gjitur për herë të parë. Ku unë dua të falenderoj të gjithë futbollistët dhe ekipi teknik për punën e mirë që kanë bërë gjatë këtij sezoni. Pjesa e dytë është festa e sofrës së Librazhit, ku unë duhet të falenderoj të 2 organizatorët e këtij aktiviteti dhe kam një kërkesë për këto organizatorë që ta kthejnë traditë. Çdo vit të festohet këtu në Londër sofra e Librazhit. Dua t'i falenderoj për ftesën dhe ju uroj shëndet, mbarësi dhe shumë gëzime në familjet e tyre. Gëzuar festën sofrën e Librazhit. Në bisedën tonë dhe tani dëshirojmë të dimë diçka më tepër për Entelën, Entela Terzion. Ju më përpara keni jetuar në Greqi apo jo? Po. Sa vite? Atëherë kam jetuar 13 vjet, gati 12 vjet se sa, po 13 vjet e themi në Tiro Arkadias. Pastaj kam jetuar dhe gati 60 vjet në Naftë Argolidas, ku kam pas atje dyqanin tim. Pse lat Greqin? Pse lam, ne erdhëm për një diçka për kemi ardhur për të kthyer mbrapsht, nuk kërkojmë që të rrim gjithmonë kështu. Po gjithashtu thon kur vin. Do ikim dhe do kthehemi. Atë në 2019 vajza ime merr pasaportën greke dhe un kam vllajën tim këtu, vllajën e vogël,
Edhe më tha motër, tha, me që Francesa e mori për shaportët, le të vi, tha ditë të tregtej nga dajës për kamerë malli. Vjen goca, thot, mos kthej më në Greqi. Më i bi thash unë, ke shkollën, po. Thot, jo, thot, unë do regjistrova në shkollë, thot, vajta, u regjistrova shkollë, do regjistrova shkollë. Po si regjistrova, thash, tani është prill, thash, 3 muaj. Mami tha, më dhanë provime, thonë, mora të 3 provime, ato që kanë bërë gjithë vitin, tha, unë i mora me 3 provime. Më mirë, thash, ti do kthehesh, dhe do ta pres mami biletën, thash unë, që unë du të përcjell tamam, thash ty. Kthehet vajza dhe vjen, kalon një vit, kështu, dhe thot vajza, thot, mam, thot, gjë, thot, Anglia po del nga Brexit, thot. Hesi dhe ju thot, bëni letra, thot, edhe nëse s'ju pëlqen ktheu, thot. Mos e mbyll dyqanin, se kisha dyqanin biznesi në Greqi. Pastaj koronavirus bëri të vetën, edhe mbylla dyqanin andej. Edhe këtu në Londër pastaj filluam të ambientohem, bashkëshorti po ashtu, nuk më ktheshin 2 vjeçlit pastaj mbrapsh. As vajza e vogël, as djali. Po natyrisht edhe atmosfera këtu në Britani ndryshon si nata me ditën. Ke shkolla, ke gjërat, ke këto. Edhe trajtimi është ndryshe, vlera, nëse ke vlerë, deportohen. Po për ne ishte shumë e vështirë që të shkëputeshim 18 vite në Greqi. Edhe të vinim këto dy, i thonë dy herë me grip, se e di çdo të trish, sepse unë kur kam ik malit, kam qenë 6 muaj 7 zam me vajzën e madhe kur kam në Greqi. Wow, çfarë. Po, 6 muaj 7 zam. Dhe ke pasur komplet breshën e kanë kurrës. Mbas 5 vitesh kemi bërë letrat. Edhe kur kam martu Kunatit, se burim ka qenë jetim, vllajën e kishim bazetet, Kunatin tim Osmanin, jemi kthyer përsëri në Shqipëri dhe kemi ardhur përsëri veti 5 në kam malit. Burri, Kunati me gruan, unë me burrin, edhe ishte gjithaj sakrificë, tani ta lëm Greqin, ku ne ishim dikush që unë njoftëm me punë, burim ka qenë Golavës, kishte 10 veta në punë. Por erdhëm në Londër dhe nuk bëhem pishman. Entela, sa pajtosh me këtë përshtypjen time personale që emigrantët nga Greqia janë kontribuesi kryesor në ekonominë e Shqipërisë. Po edhe në Greqi. Kanë qenë emigrantët e parë të cilët sollën shumë jashtëzakonisht prurje ekonomike, Po, edhe në Greqi të them dhe këtë gjë që unë kam jetuar 18 vite, kur kam ik me një opinion ndryshe për grekët. Por kur kam shkuar ti kam marrë një surprizë të madhe. Na kanë mirëpritur, shumë. Edhe sepse edhe ata kanë parë që ka shumë gjëra të përbashkëta. Shumica prej tyre janë edhe Arvanitas. Aty ku jam unë në Afri janë gjithë Arvanitas. Shumica prej tyre. Po gjaku ujë nuk bëhet apo jo? Po, asnjëherë në botë, si tha, nëse nuk pranon cili je, nuk do bëhesh kurrë ai që dëshon bëhesh. Aty në Afri ka shumë Arvanitas dhe janë shumë njerëz të mirë dhe shumë punëtor. Po shikosh ti në Greqi, shtëpiat më të mira guri kanë shqiptarët. Tu në Londër ju keni dyqanin tuaj për veshje kombëtare? Veshje kombëtare dhe kam salon beauty. Kam Entela Golden Caesar and beauty. Dhe je e kënaqur me këto arritje, me klientelën, sa ke klientelë? Dëgjoj, brenda 5 viteve kush e shikon thotë, wow, çfarë ka bërë kjo brenda 5 viteve që gjithë këto gjëra kështu. Jam shumë e kënaqur dhe kam njohur shumë njerëz që më njohin dhe klientë që më mbështesin. Bravo. Jam shumë e kënaqur, nuk do doja më mirë. Shumë bukur. Por për Shqipërinë keni ndonjë ambicie në të ardhmen që të ktheheni? Do të them diçka që e shpreh gjithmonë dhe babit dhe mamit dhe burrit bashortit. Bashorti im ka shumë qejf të kthehet në Greqi sepse tani në fëmijët e rritëm, më të vogël kam 18 vjeç, 19 atë pothuajse kam në fejes tani me kismet Zotit. Dhe bashorti thotë që Ndela unë duhet të kthehem thotë në Greqi. Sepse diçka një ekonomi që kemi pas në Greqi nuk e kemi ashtu blej diçka atje, i pëlqen. Por e ke bën ai që unë kur shkoj në shpitimin në Elbasan, se kemi shtëpinë tonë private në Elbasan, atëherë aty që unë gjej shpitimin nuk e kam gjetë as kërkund. Po Elbasan i bukur, Elbasan se shkot ajo kënga. Është jo, guri rënd thot baba im thot përshon më shumë vendit vet thot. Edhe aty je fjalë aty ton fjalë Entela, nuk thot Allodapos. Apo siç e thon këtu fjalë që është shqiptar, Albania. Aty fjalë i huaj, metanast, si thon greqisht. Kurse këtu për shembull je e huaj, nuk je në vendin tënd. Po. Kurse aty je në vend tat, je në shtëpi. Konsideroj se kjo gjë do të realizohet kthimi juaj jo në Greqi, por në Shqipëri në një perspektivë jo të largët, sepse çfarë thot ministri i Brendshëm edhe ashtu bëhet apo jo? Po, patjetër. Ishte kënaqësi që ju kisha në edicionin e Original Show që ju njohëm aktivitetin tuaj, veprimtarinë tuaj, por edhe personalitetin tuaj. Shumë faleminderit. Unë kam dhe një mesazh që t'ju jap bashkëdhetarëve tanë. Për të gjithë bashkëdhetarët tanë që na dëgjojnë dhe shohin këtu. T'ju mësojmë fëmijëve të shqip traditat tona. Ne kemi tradita të mrekullueshme. Bravo. Sepse nëse ne nuk tregojmë kush jemi, prej nga vim,
ato goja të këqija që duan të na bëni të dukemi keq, ju shkon e vetja, ndërkohë ne kemi shumë gjëra për të treguar. Kemi respektin familjar, ka shi babës, nanës, motrës, vajt, ne mbajmë njëri tjetrin. Dhe kështu duhet vazhdojmë. Të mësojnë fëmijët shqip, gjuhën e nënës vet, edhe traditat tona që ne lënë të parë tanë, që ja japim brezave të ardhshëm. Ju faleminderit. Bravo. Atëherë ky ishte një mesazh shumë i bukur që vjen nga zonjat e diasporës. Deri në takimin e ardhshëm të dashur teleshikues, mirupafshim.